ju e dini se ndarja e Maqedonisë nuk ka pas dokument. Ka qenë disa pseudo-akademik në atë kohë, të instruar nga udhëve e Shërbisë, të cilët e nxorën këtë ide. As ka qenë ide e Akademisë Shkencave. As Arben Xhaferi ka dokument se s'ekziston ai dokument. Nuk ekziston zyrtarisht. Ali Ahmetit, atëherë udhëva dhe sot, i kanë thonë se kjo është rruga që mund ta shkatrosh organizimin politik shqiptarëve. Dhe ai flet pa lidhje, as ka ekzistuar dokument, as ka pas zoti Xhaferi dokument, dhe unë e paralajmëroj që edhe nëherë nëse flet kështu do ta padis në gjyq. Në emër të Arben Xhaferit, se ky një denoncim i tillë është i palejueshëm edhe i pafalshëm. Mendoj se definitivisht është momenti kur gjithë kombi shqiptar duhet ta kuptojmë se Ali Ahmeti është fatkeqësi elementare natyrore për shqiptarët. Dhe si i tillë sa më shpejt duhet largohet për skenës.